Assalamu alaikum wa rahmatullah. A duhet të lexohet Kurani me tajvid apo pa të? Sigurisht se Kur'anin duhet ta lexojmë me tajvid. Çfarë është tajvidi? Tajvidi është një disiplinë e cila na mëson si t'i lexojmë dhe t'i artikulojmë original shkronjat dhe shqiptimin e tyre në gjuhën arabe, respektivisht shkronjat e Kur'anit, si dhe rregullat të cilat kanë bëjnë me leximin dhe drejt leximin, zgjatjen e fjalëve e kështu me radhë. Kur'ani famlart ka zbrit me tajvid, nga se në momentin kur Allahu ja zbriti Kur'anin pejgamberit alayhis salam, këto gjëra nuk kanë qenë të njohura, për faktin se Kur'ani i ka zbrit pejgamberit alayhis salam në formën më të lartë të stilit të gjuhës së arabe. Prandaj Allahu fuqiplot në Kur'an thot: "Warattilil Qur'ana tartila." Lexoje Kur'anin drejt dhe sakt. Ndërsa kur kanë filluar me hyrje në Islam popujt jo arab, folës, popujt e huaj, prej komsive dhe nacionaliteteve të tjera, atëherë është ndje nevoja që ulemaja të shkruajnë edhe për këtë disiplinë e cila ka të bëjë me tajvidin. Kur'ani duhet të lexohet me tajvid. A është obligim të mësojmë në aspektin teorik tajvidin dhe rregullat e tajvidit? Nuk është obligim për çdo besimtar, ndërsa leximi i Kur'anit praktikisht me tajvid është obligim. Gabimet të cilat ndodhin nga mosnjohja e rregullave të tajvidit janë dy llojet e gabimeve në kuptimin e përgjithshëm. Një lloj i gabimeve është gabim më i lehtë, kur kemi të bëjmë me zgjatimet e fjalëve e të ngjashme, ndërsa një lloj tjetër i gabimeve që ndodhin për shkak të mosnjohjes së rregullave të tajvidit është kur nuk artikulohet një fjalë apo shkronja në mënyrë origjinale, lexohet gabimisht aty ku mund të ndryshohet kuptimi një fjale apo një fjalie apo një ajeti, si dhe ka momente dhe pozicione të caktuara ku nuk lejohet të ndalemi gjatë leximit të një ajeti përkatës brenda një fjalie apo brenda një fjale për faktin se i prishet kuptimi apo mund të jepet një kuptim krejt që është në kundërshtim me kontekstin dhe kuptimet e ajetit në fjalë. Prandaj duhet të bëjmë përpjekje që gjatë leximit të Kuranit atë ta bëjmë në mënyrë të saktë, të drejtë dhe origjinale, konform rregullave dhe normave të cilat janë të shkruara dhe janë të sqaruara nga njohësit e leximeve të Kuranit, respektivisht shkencës së tajvidit. Allah ju ruaj të gjithëve.